Kjo do të jetë pamja e re e Pallatit të Kongreseve sipas projektit fitues të konkursit ndërkombëtar për rikualifikimin e një prej ndërtesave simbolike të kryeqytetit. Projekti triumfoi ndaj 4 rivalëve me idenë e ndërtimit të një ndërtese magnetike, ku do të ketë edhe një kull shumëkatëshe, deri në 255 metra. Kryeministri Edi Rama i pranishëm në prezantimin e projekteve argumentoi nevojën e transformimit të Pallatit të Kongreseve dhe efektet sipas tij të shumëanshme që do të prodhojë. Ndërtesa ka probleme serioze për të adresuar, është koha vërtet për një transformim duke ruajtur identitetin e saj, të bëhet një destinacion tjetër i Tiranës, turistike i Tiranës, kryeqytet i shqiptarëve i Tiranës, aktiviteteve kulturore. Kreu i qeverisë zbuloi edhe efektin për ekonominë dhe shtetin në procesin e vënies në dispozicion të prunave shtetërore të degraduara. Janë 20 objekte publike për zhvillim. Përfitueshmëria ekonomike e kontraktuar është mbi 1 miliard euro. Synimi është që përmes reorganizimit dhe rigjallërimit të ndërtesës dhe zonës përreth, Pallati i Kongreseve të shndërrohet në një destinacion të ri të Tiranës turistike, kulturore dhe sociale, duke forcuar rolin e tij si një qendër e rëndësishme e jetës publike dhe aktiviteteve të përditshme të kryeqytetit.